29 vjeçari Ermir Dedi është ekzekutuar me brëshëri automatiku një orë pas mesit të natës në Durrës. Mësohet se njeriu ishte duke lëvizur në këmbë pranë qendrës shëndetësore në lagjen 18 të qytetit bregdetar kur u qellua me armë zjarri. Autorët janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes, ndërsa njeriu humbi jetën teksa po dërgoi me autoambulancë në spital. Dyshimet e para janë për një atentat të mirë organizuar, ku besohet se një person e ka mbajtur nën vëzhgim lëvizjet e viktimës dhe më pas ka njoftuar agresorët. Të shtënat kanë qenë në brëshëri, ku disa plumba kanë kapur viktimin, e po ashtu edhe qendrën shëndetësore. Për shkak edhe se në atë kohë nuk ka pasur lëvizje, nuk janë raportuar të plagosur. Për të zbuluar më shumë, policia dhe prokuroria kanë marrë pamjet e kamerave të sigurisë, por edhe kanë marrë në pyetje dëshmitar të rastit, ndërsa po punohet për të shkuar në tisi dhe për konflikte që mund të ketë pasur së fundmi. Kjo është makina që dyshohet se e kanë përdorur autorët për të realizuar vrasjen. Më pas, mjeti është konstatuar i djegur në zonën e Gërdecit në Tiranë, ku brenda saj është gjetur dhe automatiku që mësohet se është përdorur për ekzekutim. Tashmë mbetje do të analizohen në laborator me shpresën për të gjetur prova. Dedi është personazh i njohur për policinë, ku në vitin 2017 është ndaluar pasi ka ndihmuar Inur Edinin për t'u fshirë drejtësisë, ku kishte plagosur me pistolet në këmbë një 25 vjeçar në Shijak. Në atë kohë, u tha se shkak ishte bërë një konflikt banal, por edhe në vitin 2015 ai është ndaluar për shitjet e lëndëve narkotike. Edhe në atë kohë ai ra prej një operacioni policor ku blerja e drogës ishte në mbikëqyrjen e bluve. Megjithatë, mësohet se prokuroria ka nisur hetimet në disa pista, ku do të jenë verifikimet e mëtejshme që do të zbardhin shkaqet e ngjarjes së rëndë.